Nga shoferë që kanë tejkaluar shpejtësinë për vetëm 1 km/orë deri tek ata që kanë marrë deri në 3 porosime vërejtje për shkelje të ndryshme. Pothuajse askush nuk ka arritur të shpëtojë kamerave të sistemit Safe City, e cila prej ditës së djeshme është vendosur në funksion prof. Qytetarët mirëpresin masat për sigurinë e trafik, por thonë se nevojiten tolerime. Gjatë këtyre 24 orëve, sa mesazhe keni marrë prej MBB-s për shkelje? Një. Çfarë mesazhi? Për shpejtësi, tejkalume. 21. Qiri maksimum në vozit si pas Evropë, po sa këtu ishin po me këtë divlau, këtu vozit i shkeshin rregullat, s'kish semafor, parkirashin vetura ku dojt, këto masa janë në rregullve, du të pos një farë tolerancë, se në Evropë ki tolerancë për vozitje, pezon shkelje, se sa mund ishte vozit ma pak, ma shumë. Mesazhin ka qenë 50 me vozit, unë kam vozit 51. Mendimi jam është i lidhur shumë mirë për këtë kamerat, por nuk i kemi na kushtet. Si pikë e parë, rrugët nuk janë të asfaltuar si duhet. Pastaj kena pagesën kur bëhet regjistrimi i kerrit, bëhet pagesa që e shkelmi rrugën. Kompana për jetën sociale, mendoj që është mirë kjo, në rregull është për qarkullimin, komunikacion. Mendoj që po, duhet ketë pak tolerancë, po, do të shohim. E vështirëson, për shkak se na jemi taksista, nuk kemi tarda ku me ditë sa. Една или 2, мисля. Па мора да има ред. Да, 10% да има олеснување, ама да има, значи да бидеме сите предпазливи. Së ne qele vetëm ka ardhur, sot në mëngjes më. Edhe komplet sistemi nuk është normal. Dënimet janë të mëdha, gjithë ditën janë rrugë patjetër me bona i gabim dikon. Po duhet patjetër. Qysh punojmë ndrysh, së punojmë. Nuk kom marrë, kom pas kujdes. Për fat mirë nuk kom marrë deri tash, po kam kujdes. Po për disa vende është në rregull, po për disa vende jo, për shembull ka 3 lenta ku janë shumë ashtë. 50 shumë pak ashtë. Do bare 60-70 tjetë. Uspешно поминав на радарите, да. Да, треба да има толеранција, мислам, за еден и ептен, ама сепак треба да ги почитуваме правилата сообраќајни. Pas përfundimit të periudhës testuese, të gjitha SMS porosit me këto përmbajtje nënkuptojnë gjoba për qytetarët. Në fazën e parë, sistemi do të regjistrojë tejkalimin e shpejtësisë, kalimin e semaforit të kuq, patentën e skaduar dhe parkimin e palishëm, ndërsa në fazën tjetër spektri i shkeljeve është planifikuar të zgjerohet.